Në epokën e mediave të drejtpërdrejta dhe rrjeteve sociale, çdo moment i transmetuar live ka potencialin të kthehet në një ngjarje të madhe publike. Një situatë e tillë ndodhi edhe gjatë spektaklit Ferma VIP, ku një përplasje mes pjesëmarrësve dhe figurave publike të përfshira në emision mori vëmendje të menjëhershme dhe u shndërrua në temë kryesore diskutimin në media dhe në publik. Ngjarja u karakterizua nga emocione të forta dhe reagime të papërmbajtura. Një nga pjesëmarrësit, e prekur emocionalisht deri në lot, i u drejtua moderatores në një mënyrë që u perceptua si e papërshtatshme. Ky moment tregoi qartë se sa i brisht është kufiri midis emocioneve personale dhe etikës së komunikimit në publik, sidomos kur gjithçka ndodh para syve të mira shikuesve. Ndërhyrja e një figure tjetër publike, e cila e kritikoi këtë sjellje si mungesë respekti, e intensifikoi edhe më shumë situatën, duke kthyer atë në një përplasje të hapur. Ky episod nxjerr në pa disa elemente të rëndësishme të realitetit televiziv. Së pari, presioni i madh që përjetojnë pjesëmarrësit në formate të tilla mund të çojë në reagime spontane dhe shpesh të pakontrolluara. Së dyti, roli i figurave publike është thelbësor në menaxhimin e situatave të tilla, pasi çdo fjalë apo reagimi i tyre ka peshë dhe ndikim të madh në perceptimin e publikut. Së treti, reagimi menjëhershëm i mediave dhe rrjeteve sociale tregon se shoqëria moderne është gjithmonë në kërkim të dramës dhe konfliktit, duke i amplifikuar këto momente përtej vetë kontekstit të tyre. Megjithatë, përtej sensacionalizmit, kjo ngjarje shërben si një reflektim mbi rëndësinë e respektit dhe komunikimit në hapësirat publike. Edhe në momente të vështira emocionale, ruajtja e një etike minimale është thelbësore për të shmangur keqkuptimet dhe përplasjet e panevojshme. Në të njëjtën kohë, publiku duhet të jetë i vetëdijshëm se ajo që sheh në ekran është shpesh një realitet i intensifikuar, ku emocionet dhe reagimet janë më të forta për shkak të rrethanave. Në përfundim, përplasja në Ferma VIP nuk ishte thjesht një incident i izoluar, por një pasqyrë e mënyrës se si funksionon televizioni modern dhe shoqëria e sotme. Ajo na kujton se komunikimi, respekti dhe vetkontrolli janë vlera të domosdoshme, veçanërisht kur çdo fjalë dhe veprim mund të bëhet publik në një çast.